Me të ardhën në zyrë, ne kemi parë që këtu ka pasur shumë keq përdorime. Për thonë keq përdorime, thonë se në rast se në një klub derën rreth 700.000 euro, të cilat janë derur në muajin nëntor dhe dhjetor, dhe në atë klub, kur të fillon të në muajin janar, nuk është asnjë pare, asnjë cent në konto, kjo është keq menaxhim dhe besoj që keq përdorim. Nuk du me hita ajo pjesë se janë organet e rendit që mirën me atë punë, po për të keq menaxhim më thonë se kem menaxhuar më herët në klub, kam qenë më herët në Edro, kem qenë krejt këtu dhe është shumë jo normale në 700.000 euro për 30 ditë më avollu, është shumë punë e madhe ajo. Ne kur kemi ardhur këtu, më njerë jam hasë që kemi një obligim ndaj ATK-s, Administratës Tatimore të Kosovës. E kemi një obligim ndaj Federatës Basketbollit të Kosovës. E kemi një obligim ndaj ligës INBL. Liga më prestigjioze tash për momentin e cila marrëm pjesë vetëm ne, dhe ju e dini që nuk jemi shumë larg Final Fourit atje, që do të ishte një arritje shumë e madhe për klubin, dhe po në atë ligë, domethënë nuk janë paguar referat e asnjë ndeshje që kanë qenë në Prishtinë. Jemi të folë për ndeshje që janë zhvilluar shtator, tetor, nëntor dhe fort. Në asnjë, sepse pe që jemi ne në asnjë lojë s'kemi marrë pjesë. Borxhi ndaj Pallatit të Rinisë dhe i Sporteve, dhe kjo ka quar klubin në përmbarim, të përmbaruesi privat i cili ka bloku. Është një lëndë 2015-s, ku përpara ne është dashur me pagu për terminat tona. Nuk është lëndë tash, është më vjetër, më e mëshme, po është aktuale e cila ka bloku klubin. E kemi për herë të parë pas shumë vitesh e kemi klubin në bat. Po, ajo që a thonë, që a shkru, është e vërtet, i kemi 2 lëndë në bat. Të 2 lëndë janë që jemi të negociu. Lënda e parë në bat është e trajnerit grek i cili ka ardhur këtu, domethënë është vetëm pjesa e agjencionit që nuk është paguar. Domethënë kemi të qartë, flitet për 8.000 euro. Nuk është fundi i botës, as nuk është të ushu klubi. Klubi bashkë për qëta, ju kom thirë, ju kalzu që na veç për para kënë në shku. Që kjo në ka bo edhe ma shumë bashkun krejtë, unë e korë në mjetë që të s'kom pa media ma shumë sësët. Korë, nuk e di, të ndirët ma spore shumë që një ardhë, nuk e di një orë me një lojme në keqë më për jatë në vilen, që këtë klub korë ma i bashkumë së konë, me ketë qytetin, me ketë njerës, se Prishtina ka njerës vërtet, vetë, që kur se lënë këtë klub me rope këtive. Dhe na shumë bashkumë, jena ma bashkumë se korë, dhe të në me jetë për para. Po, problemet dhe në mi kaltu të cilat i kemë, si kryesi që kena ardhe e re. Te tribunali batë kjo e regulojmë, se është që regulohet, negociohet e kemi një avokat tonin, i cili është dhe mirët me këtë punë që paguat normal është i Turqisë dhe e mbron klubin. E kam mbrojtë edhe ma herët, po një kohë shumë atë batë, jo tash. E kemi, ju tregua që i kemi marrë llogarit 0-0, ju tregua që pagat se kam edhe kapitenin këto, pagat elitare, stafit, trenerëve, krejtëve, dhe për muajin dhjetor janar, edhe janar e shkurt kanë qenë pa pagu. Edhe që ajo 700.000 euro, kërë oman, domethënë nuk janë pagu këta atjem. Dhe është një overdraft i cili është 50.000 euro në vlerë të klubit. Po ashtu edhe overdrafti është pa pagu, ka me 50.000 euro.